Po për opozitën po thotë se shumë bujar, po ofron disa oferta të cilat nuk po ja pranon opozita. Të paktën kështu po nënkuptohet, ka filluar tash edhe Albina Haxhiu e përmendi, është edhe Albin Kurti në vazhdimsi po i ripërsëritin ofertat që ja kanë dhënë, e cilat po duket se po tentojnë t'i shesin sikur shumë gjeneroze. Gjenerozitet apo jo mvaret nga marrëveshja që arrin. Përderisa, unë më me kuptu një parti politike që i ka fitu zgjedhjet që dënë me maksimalizu profitin e saj, dhe me thonë në një proces negociator. Por këta nuk po dojnë zgjidhje. Këta po dojnë opozita me i votu projektet e tyre, projektin e tyre. Këta po dojnë me pas presidentin e tyre, po dojnë me pas kryeministrin e tyre. Potencialisht edhe kryetarën e kuvendit, ose tek e fundit kryetari i kuvendit nuk është fort punë e madhe, ato ndoshta e kishin dhënë. Nuk mundesh me hi në një asnjë proces negociator kur paraprakisht e ke eliminu konsenzusin dhe kompromisin. Për me pas institucione, sistemi kushtetues i Kosovës është ndërtuar në atë mënyrë që një parti, edhe kur i fiton 50%, duhet me pas një partner që më rrit 80 vota për me kon. Kjo është esenca, kjo është substanca, kjo e balancimit politik në Kosovë. Nuk ka të bëj me sa vota i ke marrë në zgjedhje. Dhe me thonë, po flasëm për zgjedhjen e një personi mbi partijak, jo nga partia që ka dalë fituese. Partia që ka dalë fituese e ka marrë kryeministrin, i ka marrë 17 ministri, ka marrë 2 zavendës kryeministra, i ka afër 400 të emëruar politik, këshilltar, asistent, shofer, i ka të gjitha bordet, bordin e kustit, kekut, telekomit, agjencionet e pavarura nuk janë më të pavarura, që të gjithë e dim që kreti ka njerëz aty, dhe po flasim për 40 agjencione ekzekutive, që i ka fitu 51% e ka drejtorin e AKI-s, e ka zavendës drejtorin, e ka krye inspektorin, i ka shumicën e komisioneve parlamentare në Parlamentin e Republikës Kosovës. I ka 57 deputet. Edhe kryetarin, se nuk të e harruat në këtë... Qësë në kryetarin e parë, nuk po dënë me bashkëqeveris, nuk po i sheh opozitën si partner, dhe me thonë, rival politik. E si qka sheh opozitën, zoti Kurti? Si Armiq? Potencialisht ka shef me Qumburg. Potencialisht ka shef, nuk dënë me. Edhe pse, jo pse janë të korruptuar, jo pse janë të këqi, jo pse janë të mirë, apo çfarë do, po se s'janë VV. Mund t'jesh kriminali më i madh në Kosovë, në momentin që hen VV, te je i falën. Do të thonë, ne kemi një kulturë politike, është në krijuar në Kosovë. Po tani që është edhe ana tjetër, pra mund të jetë patrioti më i madh, por që s'është me vetvendosin dhe... S'është patriot, ne kemi pa njerëz të sakrificës që i ka linçuar lëvizja vetvendosi. Nëse ka qenë një komandant, një njeri që i ka shumë trupin plot plag, Ramosh Haradinaj, që e ka dhe oborrin plot vorre, me vllazën, se kërkush t'ja përmend gjyshën, stërgjyshën, kushërit, 100 vjet burg, smajle të tjerë, punë e madhe, këta armik është për ta, e shajnë, e fyën. Tek shantazhet që e përmendet. Pra, ju po thoni që po shantazhohet populli i Kosovës? Vetëm populli i Kosovës, partitë politike jo opozitare, ato kanë me dalë në zgjedhje, kanë me marrë atë besim që e kanë, mos harro, unë e kam votu një parti tjetër, nuk e kam votu vetëvendosjen, por nuk e kam votu atë parti me u bo shërbim, servisi i lëvizjes vetëvendosi, që po kërkon nga ajo parti, apo nga parti tjera. Unë nuk e kam votu një parti. Pra, po do një thoni zotë Arifi që me këtë paralelëm, se do të ketë 2 palë ose 3 palë zgjedhje, i bie që kujdes kë po votoni? Gjithsesi, Shkodran. Gjithsesi, Shkodran. Ne nuk kemi mujt me pas president pa 80 vota në kuvend. Për me pas 80 vota, do më thonë 80 deputet në kuvend, duhet lëvizja vetëvendosi me i pas ma pak se 40 deputet. A e ka 40 deputet, apo tash i ka 57, a do të bjen 40, mu po më do këtë fështirë. Nëse ata i marrin 45, prap ka me bloku sistemin, sepse esenca atina është me bloku sistemin. A ishte paralelërimi sot kë? Po, sot jem na që to... Në këtë kërcënim ose shantazh që po e quani ju, a rëshqitet i Kurti pra? A të regoj edhe një të vërtet që kë nuk është interesuar për ta zgjidhur këtë çështje? Po, vazhdimisht po të regon që mënyra aktuale të qeverisjes, me thonë, kretë vetëvendosja ka marrë shtet, ka marrë qeverisjen, i përmenda kretë këto institucione. As një tull s'pëjqitet të t'i veni,
asnjë, kështu më me rrymë. Sot me fillu edhe 5 vjetë nësë kemi me pasë rrymë. E s'kemi fillu kur gjë. Nuk është të punu kur gjë. Po fojmë pjallën e opozitës. Qysh mundët me pasë opozita, këto institucione këj ka ndorë që 6 vjetë. Edhe pak muaj bohët kryeministri që ka qenë kohën më të gjatë kryeministri i vendit. Që nga shpallja pavarësisë, është që tash 6 me Hashim Thaqin. 8 vjetë kjo e ka pasë edhe komunën e Prishtinës. Ka pasë 4 vjetë qytetin e 2 të Kosovës. 18 vjetë, 6 vjetë, dhe nëse e pyet një qytetar çka ka ndërtuar Kurti. Dhe çka ka ndryshuar për këto 6 vite? Për skeq. Politikën e jashtme kështu e ki, katastrofale. Në infrastrukturën e gjëra tjera në mirëqenie? Infrastruktura, cila rrugë është, kështu unë jam i onest prerimanisht, e mbjen me shku ma shumë ka Hona, ka Podijeva. Prej 2022 është nisë rruga për Prishtinë Podijevë. Është një urë më bardhësh. Prej vitin... Edhe më Vrajdolla, tje po atje nuk më rri, unë se këthejnë në Rimanisht. Në bardhësh, në 2022 100 metra urë. Se ke ura Vrajdolla dhe përmenë më shumë ku për të fundit. Atje edhe ma shumë, edhe në Dozhani, thënë nuk është kry, se s'kam qenë Podijevë kohë gjatë. 4 vjetë, çka bën ti me një urë? E ka pas nisë, një pjesë në segment e ka nisë me 1 qershor të vitit 2022 për me i tregu diasporës